Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes nga kjo studio, që natyrisht çdo ditë jo thjesht kanë temat e tyre, por kanë mesazhe jetësore, qytetare, që nxisin frymëzim, që shpesh herë të bëjnë të mendosh dhe të kthesh kokën prapa. Sa herë vjen Marsi, që në ditët e para fëmijët në shkollë mendojnë për një fest, për një nderim për mësuesen. Është diçka e bukur. Po nga një herë të duket se këto ditë nuk janë shumë të drejta, sepse për mësuesin nuk ka ditë të caktuara. Për mësuesin nderimi dhe respekti është i të gjitha ditëve. S'ka se tjetë ndryshe, sepse në jetën e gjithë secilit, në hapat e parë tonë, është një njeri krahas familjes, prindërve, nënës dhe babës. Është një institucion, një njeri ose disa njerëz që vendosin ato elementet e rëndësishëm në themelin e personalitetit që nis që në moshë të vogël. Jo thjesht të dijeve, të çdo gjëje që përmbledh kjo fjalë mësues, nderim, shumë respekt. Mësuesit e spikatur janë mësues që mbesin gjatë në memorie, sepse kujtimet më të hershme janë ato të fëmijërisë, sepse ato nuk shlyhen. Nuk shlyhen dhe të kohës së formimit natyrisht, sepse ato ndërtojnë çdo ditë nga diçka të re, një rrugtim të ndin që mbase merr një drejtim të caktuar në jetë. Këto janë mësuesit. Mësuesit që nuk harrohen, të cilët gjithmonë respektohen, kërkojnë gjithmonë të kthesh vështrimin dhe të thuash kjo ose ky jam unë, sepse nga këto rrënjvi janë mësuesit krahas familjes. Mësuesit e spikatur janë të tillë, sepse janë mbështetës, janë mirëkuptues, janë nxitës, janë qortues me takt, janë gjithmonë krah teje. Unë sot kam ftuar një mësuese të tillë. Ajo është mësuese në një institucion prestigjioz, do të thosha, në qytetin ton, por jo vetëm, sepse me vlerësimet gjimnazi 28 nëntori është renditur në shkallët e para ose në vendin e parë të vlerësimit. Me mua sot në studio është mësuesja Alketa Banushi Kraja. Mirëmëngjes profesorish Alketa. Mirë se u gjej, faleminderit për vlerësimin. Unë natyrisht kemi patur disa herë komunikime, ardhjet në studio, ka bërë shumë përshtypje. Kanë thënë ja një mësuese që meriton të gjitha urimet e zemrës. Jemi në një prag feste dhe dua të përshëndes gjithë veprimtarinë tuaj. Faleminderit shumë. Në fakt, ashtu siç e shoh unë, por jo vetëm unë, figura e mësuesit është një figurë që nuk lidhet thjesht me dhënien e mësimit, me mësimdhënien e përditshme. Natyrisht aty është një art që shkrihet me lëndën, por figura e mësuesit është një figurë madhore që komunikon me mirësinë, me vërejtjet, me taktin, me distancën, me mirëkuptimin, me mbështetjen. Nuk e di, si ndodh tek ju? Tashmë mbas më shumë se 20 vitesh në profesionin e mësuesit, gjërat mua më vinë natyrshëm, ashtu si shumicës kolegëve të mi. Po nëse nalesh në një minutë dhe mendon se çfarë vjen pas teje ose çfarë duhet të transmetosh tek të tjerët, kupton që është një jo vetëm puna jote, po është puna e një grupi të madh njerëzish, të cilët ndër vitet kanë modeluar, të kanë frymëzuar, të kanë shtyrë që të bëhesh ajo që je. Do të thotë që pas një mësuesi ndodhen shumë mësues të tjerë, ndoshta me këtë titull apo edhe pa këtë titull. Jeni shumë modeste. Në të vërtetë, secili nga njerëzit
ka parime të veçanta në jetën e tij, në çdo profesion. Ato lidhen me atë standard që profesioni kërkon, por secili prej nesh ka dhe diçka të vetën që ja shton, që mbështetet fort sepse atë e ka në personalitetin e tij. Por ju, cilat janë parimet më të qëndrueshme të qenit mësues? Së pari ti je njeri. Gjëja më parësore mendoj unë tek profesioni i mësuesit është transmetimi i modelit të një njeriu të mirë. Dhe kur flas njeri, flas për figurë, flas për mënyrën se si i qasesh tjerëve, flas për përgatitjen tënde, për maturinë që duhet sa herë duhet të shkapërcesh kufi që njerëzit vendosin mes njëri tjetrit, dhe nga ana tjetër një vetë përmbajtje, një përkushtim i jashtëzakonshëm dhe një përgatitje jashtëzakonisht e mirë shkencore, pedagogjike dhe psikologjike. Unë edhe më herët përmenda të jesh mësues në një institucion të tillë, siç është gjimnazi 28 Nëntori, një gjimnaz me shumë tradita që ka përgatitur nxënës të suksesshëm që kanë marrë rrugë mjaft të mira në jetë, por që ka edhe tradita në mësimdhënie me profesor të nderuar dhe që sot tregohet se po e mban këtë emër të nderuar, vetë vlerësimet në shkallët e para gjithmonë të vlerësimit dhe vlerësimi i fundit ka bërë që ky institucion mësimor të jetë me një profil të veçantë. Por ju, çfarë do thotë të jesh mësuese në këtë institucion? Përpara se të them që jam mësuese në këtë institucion, unë jam së pari nxënëse e këtij institucioni. Gjithë familja ime ka studiuar në gjimnazin 28 Nëntori, dikur 29, dhe ndoshta aty u formsua me modelin e punës serioze, përkushtimit, një këmbgulje të jashtëzakonshme për të arritur edhe ato që mund të duket e paarritshme. Dhe unë vrej, ose pas shumë vitesh kur pata fatin të rikthehem si mësuese, me një modesti të jashtëzakonshme, pa guxuar, shpeshherë duke vënë dyshim aftësitë e mia nëse jam e aftë, jam e denjë sa duhet për institucionin, kam kuptuar që ndër vite i ka majtur, i ka forcuar, pavarësisht ndryshimeve të mëdha që ka hapësuar shoqëria shqiptare. Të bën që të matesh mirë përpara se të dalësh nga shtëpia dhe të nisësh punën në këtë gjimnaz. Ju jeni mësuese e letërsisë dhe letërsia si një lëndë formuese ndikon shumë tek nxënësit. Natyrisht është një lëndë shumë e bukur, po ka hapësira të pamata, cilat janë ato si thuash dëshirat, preokupimet, përkushtimi juaj për ta bërë këtë lëndë të bukur, për ta bërë tërheqëse, për ta bërë që të përqafohet tek nxënësit? Neve shpesh me kolegët diskutojmë që letërsia është safat, aq është edhe vështirësi. Të jesh mësues letërsie do thotë kesh mundësinë të afrohesh nxënësit me tema nga më të ndryshmet, sepse letërsia të jep mundësinë ta shohësh, ta perceptosh, ta diskutosh dhe ta vlerësosh në mënyrë të ndryshme, shpeshherë edhe individuale. Por nga ana tjetër ka vështirësinë e saj sepse ka një ngarkesë të madhe material shkencor, teorik, apo edhe punë me shkrim, korrigjimet që shumica e mësuesave të letërsisë në fakt i kanë shkallë vështirësie. Por nga ana tjetër ajo që t'jep në këmbim është një mundësi për të kuptuar më mirë me kë ke të bësh, për të kuptuar më mirë se çfarë duhet të bësh që këtij nxënësi t'i japësh një shtys për t'u bërë më i mirë, për të zbuluar talentet e tyre të cilat të pasurojnë, ju siguroj që të pasurojnë. Sa do që ti mendon se ke parë, çdo herë, çdo brez sjell modele që të rrisin dimensionin shpirtëror edhe të bëjnë një njeri të bukur, duke qenë pranë tyre. Duke qenë se gjimnazi është një shkollë bazë nga ku mund të marrësh drejtimin në të gjitha fluturimet e jetës, po i quaj si fillim. Ka nxënës që vazhdojnë për letërsi, domethënë e preferojnë këtë lëndë shumë e bukur, jashtëzakonisht formuese, preferojnë që
të ecin në specializim të mëtejshëm? Në fakt, unë nëse kthej syt prapa, në kohë kujtoj që kam nxënës të cilët kanë studiuar për gjuhë letërsi. Jam habitur kur kam marrë vesh që kisha qenë model inspirues, më dukte diçka krejtësisht jashtë parametrave të mi. Por është një lëndë e cila të josh, të bën për vete, s'pari të pasuron ty individualisht. Së dyti, në qoftë se orientohesh si duhet, mund të jesh njëri mjaft i zgjeruar në dimensione, mjaft me një këndvështrim shumë të gjerë dhe kjo të jep mundësinë të pranohesh në shumë rrethe. Do të thënë, të kesh të bësh me letërsinë do të thotë të kesh bësh me shumë, me shumicën e shoqërisë njerëzore. Prandaj futet në shkencat humane. Ajo që më bën përshtypje si një vlerë e shtuar do ta quaj unë, por edhe që plotëson pak nga pak atë portret tuajin, është se unë ju shoh, jo vetëm unë natyrisht, si qendër të mjaft veprimtarive që të shumta dhe shumë cilësore që Gjimnazi 28 Nëntori merr pjesë, zhvillon projekte letrare, kam parasysh më lejo të flas vetëm në periudhën e fundit, apo dhe pjesëmarrjen në takimin e teatrove, ku gjithmonë Gjimnazi në vite pasqyrohet me vlera shumë të mëdha. Aty jeni ju, në qendër. Gjithmonë mësuesa Alketa është krahas nxënësve që zhvillojnë aktivitete të tilla letrare, gjë që e përmbushin edhe më shumë këtë ndjesi të bukur që jep letërsia dhe arti. Spari unë jam marrë me aktivitetet në shkollën Ismail Qemali. Kam filluar si ndihmëse koleges time Aida Vrenozi, dhe kujtoj që aktivitetet që zhvilloheshin atëherë ishin aktivitete me sfond kryesisht patriotik dhe unë mrekullohesha. Kisha qenë fëmijë, kisha pasur gjithmonë dëshirë të recitoja, por nuk e kisha shfaqur shumë. Ndërkohë që duke punuar më pas krahas kolegeve që ishin në të vërtetë afta, si Nadi, Merita, Nadira Agaj, Merita Kinkaj, po. Fillova dhe zgjerova edhe njohurit e mia në fushën e orientimit në nxënësve për të zhvilluar aktivitete. Më pas rastësisht, apo ndoshta edhe instinktivisht, gjithmonë jam gjetur mes këtyre veprimtarive, saqë tashmë e lidh shpesh emrin tim me veprimtaritë e nxënësve. A dua të gjitha herët të jem aty, ndoshta do të doja të ndryshoja, të kaloja në linjën e dytë, por nuk e di pse gjendem e përfshirë me një kënaqësi jashtëzakonisht madhe. Janë shumë aktivitete që nuk bën vetëm Gjimnazi 28 Nëntori, bën gjithë gjimnazet e qyteteve. Jo më larg se mbrëmni në teatrin Migjeni kemi pas një aktivitet për festën e 7 marsit për mësuesit e zyrës vendore arsimore Shkodër dhe kishte nga të gjithë nxënësit një bashkëpunim i mrekullueshëm dhe janë mundësi të komunikosh me koleget cilat i kanë largësi, për pak ditë mblidhesh me to, krijon diçka të bukur, e rrit, e formson, e vendos në skenë dhe në fund merr një kënaqësi. Në fakt këto aktivitete e shpërndajnë, japin një hapësirë për masës së shkollës dhe marrëdhënies me nxënësin. Formsojnë tek ata një marrëdhënie më tërheqëse, më të afërt, më mirënjohëse, më mbështetëse, më nxitëse. E kam fjalën tek ajo marrëdhënie që është vështirë të harrohet. Ju si e ndjeni këtë marrëdhënie? Nuk duhet ta shoh vetëm prizmin tim, duhet ta shoh në ato çfarë nxënësit përfitojnë nëse përfshihen në aktivitete të këtij lloji. Ne dim se jo të gjithë janë të aftë japin ose të arrijnë maksimumin në veprimtaritë akademike. Megjithatë, nëse shohim secilin prej nxënësve, ai e ka një talent. Ai do të jetë i suksesshëm si individ, patjetër në një fushë apo një tjetër. Të japësh mundësinë ta shpalosin talentin e tyre, kryesisht në fushën e veprimtarive, me sfond jo vetëm shkencor, por me sfond shoqëror, artistik.
Atëherë kemi dhënë mundësinë vetes për të kuptuar se kush do të jenë njerëzit e nesërmes dhe çfarë pune duhet bërë me ta në mënyrë që ata të rriten. Kam parasysh të paktën një nga rastet e vonshme që kisha ishte rasti I përfshirjes së nxënësve në rivënien në skenë të komedisë Këshilli I Ndrikullave. Kam parë nxënës, kryesisht djemt, të cilët shpeshherë zgjedhin të tërhiqen, zgjedhin të mos jenë në qendër vëmendjes. Po ama një përgjegjshmëri të cilën nuk e kisha parë ndonjëherë në procesin mësimor. Një përgjegjshmëri dhe një dëshirë për t'u përfshirë, për të dhënë gjithçka nga vetvetja në art dhe vrej që nuk din të shkputen më. Bile përfitoj nga rasti të them që do ta rivën në skenë nga kënaqësia që kanë marrë. Që do të thotë se është një mundësi për t'i rritur, një mundësi për t'u bërë më të mirë edhe për të ndërtuar një të ardhme më të mirë edhe ata për veten, por edhe shoqëria shqiptare për këto mësuesi ndikon, zbulon, gërmon, nxjerr, I jep mundësi që ai fillis të rritet, të shikojë me përparësi mbase një prirje, një rrugë që mund të ndjeki. Kjo është ajo që një veprimtaria një tjetër, një lëndë apo një marrëdhënie njerëzore, më tepër njerëzore, ndikon në jetën e në fakt këto janë në fakt detyrat që ka shkolla. Mësuesi është instrument në shkollë dhe qëllimi I shkollës është pikërisht ky, të ndërtojë qytetarë cilët jenë të marrin përsipër në fusha të ndryshme të zhvillimit shoqëror, të marrin përsipër detyra, funksione të caktuara. Mësuesi ndihmon, është ai që duhet të jetë vigjilent, të zbuloj, të orientoj, e në këtë formë të ndihmoj në hap pas hapi të ndihmoj në rrugtim. Po pikërisht sepse mësuesi është zemër, është shpirt, është edhe mendje. Kjo marrëdhënie e bën atë që të afrohet me nxënësit, t'i shtri dorën, t'i japi besim. Përndryshe secili nga ne, në çfarë do moshe qoftë, po nuk pati mbështetje, është shumë e vështirë. Është e vërtetë. Kjo është ajo. Megjithatë ju keni nxënës adoleshent, një periudhë disi po e quajmë e vështirë në jetën e formëzimit të një individi. Keni patur sfida, keni patur momente, ndoshta edhe jo fort të këndshme apo të vështira, të cilët ju është dashur, padyshim që ti ka përceni. Patjetër, ditë pas dite, çdo ditë është e mbushur me sfida. Janë një moshë ndryshimesh të mua, të cilat në rast se shihen nga këndvështrimi I prindit mund të duken të vështira. Në rast se shihen nga këndvështrimi I mësuesit me adoleshentët, neve na duken normale, janë të pritshme. Ai gjendesh përballë të papriturave çdo ditë, sepse secili është I veçantë, është I ndryshëm nga të tjerët, por ndoshta në fund të ditës, nëse bën një bilans mes vështirësive edhe asaj çfarë ke arritur ose kënaqësive që nxënësit japin në këtë moshë, del gjithmonë I fituar në eksperiencë, po I fituar edhe në kënaqësi. Ke patur momente që një rast ju ka mbetur gjatë në mendje, jeni I sjellur, keni krijuar një marrëdhënie disi të veçantë e më pas keni munduar ta kapërceni. Patjetër. Edhe mësuesi është njeri, edhe ai është I gabon, edhe ai ka ngarkesën e tij, të jetës së përditshme, të familjes, të ngarkesës punës, dhe jo gjithmonë është në maksimumin e asaj çfarë mund t'jap për nxënësin. Dhe mund të ketë pasur shumë raste të tilla kur ndoshta pasi jam kthyer në shtëpi më është dashur të këndoj gjatë. Pse thash, pse bëra? Pa më të paktën kam pas mundësinë ose kam pas përballë fëmijë aq të mirë, të cilët e kanë kuptuar ndoshta shpeshherë na është dashur ta ridiskutojmë, shpeshherë na është dashur ta kalojmë heshtje me një mirë kuptim të jashtëzakonshëm nga ana e tyre. Jeni munduar që të njihni edhe familjet, prindërit shpeshherë. Neve nxënësi nuk e shohim si individ shkputur. Ai është produkt I familjes tij, prandaj na duhet gjithmonë ta njohim familjen. Dhe ashtu siç ka ndryshuar familja, ashtu ndryshon edhe fëmia. Nuk kemi më përballë prindrit cilët mendonin se mësuesi është ai që
i ditë gjitha. Nuk kemi përballë fëmijë të cilët mendojnë se burimin kryesor të informacionit e kanë të mësuesit. Atëherë na takon neve të ndryshojmë, na takon neve të orientohemi ndryshe në procesin e edukimit dhe të tregojmë se ku duhet shohim në mënyrë që nxënësi të përparojë, por gjithmonë duke pas parasysh që ai është një individ produkt i familjes tij, edhe i rrethit shoqëror ku ai gjendet. Në fakt, mësuesi nuk është thjesht një detyrë, nuk është thjesht një profesion, është një mision që e ndërton ecurinë e tij ditë pas dite me strategjinë e tij, me taktikën që përdor. Në fakt, Alket, e keni dashur mësuesin që në hershmërinë tuaj, keni patur ëndër që të bëheni mësuese? Tu vini në ciklet pak, sepse në fakt unë kam konkuruar për të qenë për të studiuar për juridik, për shkencat e drejtësisë. Nuk kam fituar, për fatin tim ndoshta, të mirë, sepse zbulova një tjetër dimensionin e mësimdhënies. Si u gjendet tek mësimdhënia dhe tek letërsia? Kemi qenë viti i parë i gjimnazit që na duhej të futeshim në universitet përmes konkurseve. Merrej parasysh në një masë jashtëzakonisht vogël nota mesatare për të rritur numrin e pikëve në konkurs dhe ashtu si gjithë të rinjt, aspirata ime ishte për të qenë qendër të vëmendjes, ashtu siç është mosha. Më dukej se pjesa e drejtësisë ishte ajo që do të m'jepte atë kënaqësinë e të qenurit një mbrojtëse e zjarrtë të drejtave të dikujt e kështu me radhë. Pjesa e ideve të rinis. Është një periudhë që vlon nga idetë. Megjithatë, për të qenë konkrete dhe për të qenë pak praktike, zgjodha të mos jap vetëm një konkurs, po të jap 2 konkurse njëkohësisht. Njërin në Tiranë për drejtësi, sepse aso kohë nuk ishte hapur fakulteti i drejtësisë në Shkodër, dhe tjetrin në Shkodër për gjuhë letërsi. Nuk e fitova atë që dëshiroja, po fitova një tjetër i cili më hapi një rrugë me të cilën ndihem e plotësuar ditë pas dite. Megjithatë, kur morët përsipër që të hynit kësaj rruge, patjetër që keni patur ato jo thjesht kujtime, ato elemente të ndërtimit në personalitetin tuaj të frymzuar nga mësuesit. Figura e mësuesit natyrisht ju është risjell në mendje për të ndërtuar pastaj figurën tuaj. Cilët nga mësuesit që ti ke patur ose nga njerëzit afër teje kanë qenë frymëzues si mësues? Unë kam jetuar me një mësues në shtëpi. Ka qenë i mat. Nderim. Faleminderit. Nga ana tjetër kam pasur rreth baba i Alketës, i nderuari mësues Isidor Banushi. Faleminderit. Kam pasur rreth mësues me të vërtet profesionist. Kujtoj Felektivarin, kujtoj cila më dha pasionin për letërsi. Përshëndetje. Kujtoj mësuesen e matematikës Luiza Shabanin, jashtëzakonisht e përkushtuar. Kujtoj mësuesin e frëngjishtes Veis Karagjozin, prej cilit kam mësuar si duhet jesh kërkuese ndaj vetes dhe sistematike në atë që bën. E kujdesshme edhe për detajin. Kam pasur fat. Kam qenë një fëmijë me fat. Dhe nëse i kthehem këtyre modeleve, shpeshherë kam gjetur veten duke i mësuar nxënësit me të njëjtat gjëra që ata më kanë mësuar. Dhe kur ndalesha, thoja që s'është e jamja, kjo është e mësuesit. Ke ndonjë rast të veçantë që mund ta kujtosh nga ajo marrëdhënie që ju vet, apo edhe miqt apo shoqet dhe shokët në ndonjë rast, në ndonjë festë mbase mësuesit, si është pritur, si keni patur kontaktet me këta mësues? Në gjimnaz kam pas mësuese kujdestare të nderuar Neta Bakalli, Antoneta Bakalli. E përshëndesim. Dhe profesor Fezi Perdjan në fizik. Dhe më ka rastisur shumë në aktivitetet që bëjmë më pas për 7 marsin në gjimnaz, më ka rastisur të jem mësuesja organizatore, pritse e mësuesve të mi. Nuk ishte kënaqësi më të madhe, po njëkohësisht një e vogël përsëri. Kjo është, sepse edhe kur kryet të na mbulojnë thynjat në mendje, do mbet një emër nderues. Emri i madh dhe i thjesht emri mësues. Këto vargje janë të përjetshme, do thosha. Alket, në fakt
për letërsinë ti nuk e dhe kot provimin, sepse shikoje tek vetja disa prirje. Nuk më shndar libri, bile ndonjëherë e kam fshehur edhe librin e fizikë se ishte më i madhi. Në mënyrë që kur prindrit hynin edhe të kontrollonin nëse isha duke studiuar, unë kisha në fakt brenda një libri fizike kisha futur një libër, një roman që po e lexoja, ose netve me një mil të vogël, me një bateri të vogël duke lexuar, sepse s'mund t'i ndahesh e librit. Do të thotë që e kam dashur. Vazhdoj ta dua, për mua është mundësia për të udhëtuar në kohë, për të udhëtuar në hapësira, po edhe për të kuptuar më mirë qenie njerëzore. Në sensin tuaj lexon? Lexojnë. Në fakt është edhe çështje metodike. Është edhe çështje metodike. Fëmijët lexojnë në fakt sepse lexojnë në rrjetet sociale, nuk është vetëm libri tash. Por nga ana tjetër kemi filluar të përdorim ca metoda stimuluese. Unë për shembull çdo ditë mundohem ta filloj orën e mësimit me një poezi. I kërkoj nxënësve që dëgjojnë ata vetë në poezi. Dhe çdo ditë në fillimin e orës një pjesë e minutazhit shpenzohet për ta lexuar ose interpretuar poezinë që ata kanë zgjatur dhe për të shpjeguar se pse e kanë zgjatur, e më pas edhe impaktin që pati poezia tek shokët. Kam zbuluar që kërkojnë, i kam bërë të hulumtojnë, të kërkojnë në librat e poezive. Dhe në këtë formë vinë edhe më tregojnë shpesh edhe për libra të tjerë që kanë gjetur. Përveç kësaj, sa bukur atraktive është të futesh në thellësinë e vargjeve dhe të ndjenjave që shpreh bukur një poezi apo një tjetër. Është një formë krejtësisht e vogël, por për t'i ndihmuar ata që të gjejnë rrugën drejt poezisë ose drejt artit, drejt leximit. Ndryshe nuk mund të mendohet roli juaj që nuk mbaron me temën që spjegoni, apo jo? Jo, absolutisht. Mësuesi s'pari as model. S'pari edukon me modelin. Mësuesi që në momentin që shfaqet në klasë, mënyra se si qëndron, mënyra se si drejtohet secilit, mbajtja e duarve, mimika e tij, paraqitja e tij me uniformën e rregullt, pastër, edukon. Aq më tepër më pas mënyra se si ai e afron fëmin afër shkencës dhe mënyra se si e nxit atë që të kërkojë aty ku duhet. Mësuesi nuk duhet të derë dijet e tij tek fëmijët, as të tregojë se di më shumë se sa fëmijë duke u shpjeguar gjatë gjithë kohës. Po i duhet i jap çelësat e duhur në mënyrë që të gjejnë ku duhet të kërkojnë, në cilat dyer duhet futen, dhe pastaj ta zbulojnë vetë ku është e bukur e shkencës që ai shpjegon. Sa bukur. Po në fakt unë do të ndalem edhe tek një anë tjetër e veprimtarisë suaj, pa të cilën portreti juaj profesional do të ishte i mangët. Mësuesa Alketa, siç tham, nuk është thjesht një mësuese që spjegon poezinë e Naimit apo të Kadares apo një roman të Tolstojit apo dikujt tjetër. Nuk është edhe ajo që vetëm me aktivitetet. Shkolla qendër komunitare ka një hapësirë akoma më të madhe që nxit në një ndërveprim rreth problemeve, çështjeve, temave, ndjesive qytetare. Ju jeni përsëri në qendër të këtyre projekteve. Ju thash, gjindem në mes. Njëherë dua të iki, po mbetem, pasioni merr edhe do të thotë ju ka bërë që të jeni shumë aktive dhe megjithëse keni moshën e re, përsëri të jeni edhe më e re. Faleminderit, po nganjëherë bashkë me kputcë lehta duhet kemi me vete edhe kputcë rezervë për sipas rasteve që duhet të zhvillojmë aktivitetin. Po kjo tregon që në një farë mënyrë duhet vraposh. Sot kështu është shoqëria, kështu është edhe shkolla, është e mbushur me shumë indicie, të cilat ndikojnë në zhvillimin e saj. Ndër të tjera, një nga më të rëndësishmet është edhe marrëdhënia me komunitetin. Nuk mund ta mendojmë një shkollë të shkputur nga komuniteti, sepse ajo nga komuniteti krijohet. Ka nxënësit e këtij komuniteti, ka të nxënës cilët sjellin problemet e familjeve të tyre, po njëkohësisht do t'ia kthejnë komunitetit. Dhe ajo që ka në qendër, shkolla qendër komunitare, të paktën e 28 nëntorit, flas për pjesën që neve krejt si staf, nuk është merita ime, unë thjesht jam koordinatore e i ndaj këto aktivitete bashkë me koleget mia, po ama ajo që kemi parasysh është të afrojmë sa më tepër prindrit tek shkolla, jo vetëm për mbarvajtjen e fëmijëve, shkencore të fëmijëve të tyre, për arritjet akademike të tyre. Po na duhet t'i afrojmë këta prind në mënyrë që
të mundsojmë hapjen e shkollës ndaj problematikave më të thella të komunitetit. Të marrim nga ky komunitet maksimumin, po njëkohësisht t'ia kthejmë këtë maksimum në formën e produktit shoqëror që janë nxënësit tonë. Aty ata mësojnë si të organizojnë, aty ata mësojnë si të programojnë, për shembull projekte të ndryshme ku i duhet të shfaqen fitues ose të provojnë vetveten. Aty ata mësojnë si të ndërtojnë marrëdhënie me institucionet. Nxënësit marrin iniciativa vet, ndikojnë në zhvillimin e komunitetit, e në këtë formë ata e kanë filluar detyrën e tyre si qytetar që në bankat e shkollës. Pra jo vetëm thjesht marrin nga shoqëria. Prindërit sa pjesëmarrës janë, ose si thua përveç kontingjentit të regjistruar në shkollë, çfarë rrezatimi kanë këto? Kjo është pjesa ose sfida më e madhe që ka sot në shkolla qendër komunitare. Neve gjendemi përpara nxënësve të cilët kërkojnë shumë aktivitete, duan të përfshihen, por gjendemi përpara prindve paksa apatik, të cilët e shohin shkollën vetëm si vendin ku duhet vinë për të marrë ose për të mësuar rezultatet e nxënësve të tyre, fëmijëve të tyre. Në fakt shkolla ka nevojë për prind. Funksionojnë bordet, pra neve kemi një kontingjent prindrish gjithmonë të përgjegjshëm, gjithmonë të gatshëm për t'i dhënë shkollës, por do të donim ta zgjeronim këtë rreth, do të donim që gjithë prind në ditë caktuara, në ngjarje të caktuara të ktheheshin ata drejtues, ata kryefjalë e shkollës ose e veprimtarive të shkollës. Pra, ndoshta kjo pjesëmarrja e prindve është pjesa në cilën neve e shohim si sfidë kryesore, si shkollë qendër komunitare. Për sa i përket fëmijëve, janë gjithmonë të gatshëm të futen në të gjitha llojet e ideve fantastike nganjëherë. Është një kënaqësi e jashtëzakonshme ti dëgjosh çfarë pjallë truri i tyre. Ndoshta nga kjo rrjedh sepse tek ju vijnë shumë nxënës cilësor dhe kërkojnë ta ruajnë këtë cilësi. Unë nuk mund të them kështu. Unë mund të them që nxënësit janë të mirë kudo. Ka nxënës cilët vuajnë edhe në gjimnazin 28 nëntori vuajnë derisa kapin rezultatin që ata kërkojnë ose gjejnë cilësinë tek vetvetja. Ajo që neve unë të paktën mendoj që gjimnazi ofron është mundësia që jep nxënësit për të shprehë idetë e tij. Ndoshta e shtrëngon paksa në kërkesën e llogarisë, por kjo kërkesë llogarie rrit pastaj një njerëz të përgjegjshëm që duhet kërkojë tek vetvetja. Pra rezultati në jetë pozitiv. Kjo është dhënia e mundësisë dhe krijimi një kushte që ai të zhvillojë më tej vetveten. Dhe me përgjegjshmëri, ta zhvillojë vetveten me përgjegjshmëri. Dhe kjo është pjesa në cilën gjimnazi ngul këm më së shumti. Muajt ecin hap pas hapi, shpejt nga fillimi, ditët rrjedhin dhe shkojnë drejt fundit. Natyrisht kemi edhe pak kohë që viti shkollor të shkojë drejt, por gjithsesi një vit është gjithmonë një stad. Çdo vit është sfidë, sepse neve e mbyllim me një proces të caktuar që është matura shtetërore. Dhe në fakt gjithë gara që fillon në klasën e 10 përfundon tek e 12-ta është gjithmonë një vrapim, një maraton e jashtëzakonshme, kështu e shihni patjetër. Po patjetër. Secili mësues në gjimnazin 28 nëntori këtë ditë njihet i nderuar. I nderuar sepse frutet e punës tij janë shpërblyer me rezultate të larta nga nxënësit. Të gjithë punojnë, gjithë kolegët e mi. Unë nuk bëj përshëndetje nga kjo studio gjithë. Unë nuk bëj dallim nga asnjë gjimnaz, as në cepin më të larg sepse e di që kudo ka mësues të përkushtuar. Kuptoj që në rast se kemi fatin të kemi familje shumë të përgjegjshme, shumë të dedikuara ndaj zhvillimit akademik të fëmijëve të tyre, kjo jep pastaj edhe frutet, ndoshta janë shumë faktorë të cilët ata japin frutet e punës. Por të jesh në gjimnazin 28 nëntori, këtë ditë është nderim për faktin se jemi vlerësuar ose jemi rankuar si gjimnazi i parë maturës shtetërore, por vjen si rezultati një pune shumë të madhe. Në radhë të parë nxënësve, i prindve që i mbështesin ata dhe i mësuesave. Unë nuk dua ose unë nuk mendoj se këto rezultate janë rezultati i punës vetëm i mësuesit. Neve jemi të përkushtuar çdo ditë një lloj, si atëherë kur dalim të katërtit, si atëherë kur dalim të partë.
janë shumë rrethana të cilat ndikojnë në vlerësimin e nxënësve, por e rëndësishme është që çdo vit ne nxjerrim maturant të cilët shkëlqejnë. Ju për më tepër dhe fëmijët tuaj i keni dhe i kaloni I kam shkolluar në të njëjtin gjimnaz. Është fëmijët e kanë pas të drejtën e zgjedhjes për të shkollu dhe të dy kanë dashur të shkollohen në gjimnazin 28 nëntori. Me një ndryshim të vogël, djali nuk donte që të kishte fort afër figurën e sëms, edhe kërkoi që të regjistrojë në gjimnazin 28 nëntori, por në seksionin italo-shqiptar biling. Donte të njihte një model ndryshe nga modeli i edukimit pak sa pedant mamës në shtëpi. Por sa i ka shërbyer ky shkollim i 28-s në ecurinë e tij të mëpasme? Shumë, unë jam falënderuese ndaj Zotit në radhë të parë për shëndetin e tyre dhe për zhvillimin e tyre, po s'dyti edhe ndaj atyre vetë, cilët me vështirësisë të shumta kanë arrit krijojnë një emër larg hijes së emrit nënës apo të babait. Ndërkohë dhe vajzës ju urojmë sukses, është në maturë apo jo? Është në maturë. Sfida. Por mësuese Alketon ka ndonjë veprimtari shumë të pritshme, të afërt, ndonjë diçka të veçantë që sapo dal këtu do të printoj certifikatat për konkursin e 3 ditëve. Një pas njëshme më përpara, konkursi i talenteve në gjimnazin 28 nëntori. Kanë qenë talente të shfaqura në 4 zhanre, në fakt na doli edhe një tjetër që ishte shtesë, ishte prezantimi, dhe do të thotë që sot tani më njëherë kam një aktivitet, një veprimtari shumë duke artistike. Kjo është jo thjesht një veprimtari. Kjo është përsëri një si thua një lule feste tek dita e sotme, por që vijon më pas me të tjera angazhime, me të tjera kënaqësi, sfida dhe ecjen tuaj. E të gjithë atyre që ju keni përreth nxënësve tuaj, kolegëve. Mësuese Erketa, unë dua t'ju falenderoj shumë për atë çfarë ndat me ne, me publikun i cili po na ndjek në faqen ton Live Radio Shkodra të Facebookut, po edhe në valët e Radio Shkodrës. Dua t'ju përshëndes dhe t'ju uroj nga zemra që jeni një mësuese që përçoni cilësitë më të mira të këtij misioni kaq fisnik në jetë, që përçoni ditë pas dite shpirtin tuaj, aktivitetin tuaj, dijet tuaja, taktin dhe mbështetjen tek nxënësi, që jeni pjesë e një stafi të nderuar pedagogjik edhe të një shkolla që ditë pas dite gjithmonë po e lartëson emrin e saj. Ju falenderoj për ecurinë tuaj, për ardhjen sot në studio dhe për çdo gjë që ju thatë si mesazh për jetën e gjithë secilit nga ne. Ju falenderoj shumë. Faleminderit juve që më dhat mundësinë. Unë jam një mësuese si gjithë mësuesit e qytetit Shkodrës. Natyrisht ju jeni një mësuese, por jeni një mësuese si më të spikaturat e qytetit tonë. Ju falenderoj edhe një herë. Faleminderit juve.